Kur jemi te kaderi, duhet të përmendi disa parime të rëndësishme që nuk duhet t'i harojmë për asnjë moment. E para, ne askush në këtë botë nuk ka mundësi me ik dhe me i shpëtu caktimit të Allahut. Edhe nëse provon me ik. Për shembull, Kurani e ka përmend, thot Allahu i Madhëshëm në Ali Imran 154, "Kul law kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alayhimul qatlu ila madaji'ihim." Ajeti flet për një kontekst, për një kontekst, do të thonë lufte. I dërguari Allahut e ka pranu luftën si një alternativë pa dëshirën e tij. E dim nga historia islame, është detyru edhe ta lëshon vatanin dhe vendlindjen e tij, në mungesë të lirisë, në mungesë të shprehjes, në mungesë të asaj, në mungesë të artikulimit, me e shpreh atë që e beson, duke argumentuar me fakte, dëshmi dhe argumente, i përsekutuar në formën më barbare ai dhe besimtarët. Prandaj lufta ka qenë alternativë që pejgamberi e ka zgjedh pa dëshirën e tij. Ajeti 154 flet në kontekst lufte. Allahu e zbrit ajetin dhe pejgamberi ju thot besimtarve: ata të cilët janë të aftë të marrin pjesë fizikisht në luftë, nuk duhet të frigohen dhe nuk duhet të dezertojnë. Duhet të dalin krah, kauzës. Duhet të marrin pjesë në luftë, të japin kontributin e tyre dhe nuk duhet të frigohen se nëse marrin pjesë në luftë do të vdesin. Nga se nëse dikujt i është caktuar vdekja, atëre atë do ta zënë vdekja edhe në fshtratin e tij. Do të thotë, ajeti ka provu me eduku shokët e pejgamberit alayhis, me eduku besimtarët se nëse ti merr pjesë në luftë nuk do të thotë se ke vdek, apo nuk do të thotë se do të vdesësh. Ndërsa nëse ti dezerton dhe nuk merr pjesë në luftë, po e zojmë në luftën e Bedrit apo të Uhudit apo ku e di unë, atëherë nëse ti nuk ke marr pjesë në luftë me pretekst se nëse shkon në luftë ki me vdek, dije se nëse është caktuar vdekja për ty, atëherë vdekja do të gjen edhe në shtrat. Ky është do të thotë ajeti 154 i Ali Imranit, do të thotë ju nuk keni mundësi me ikë nga vdekja. Prandaj, si parim i parë shumë i rëndësishëm, njeriu nuk ka mundësi me ikë caktimit të Allahut, atë çka Allahu ka caktuar për ty asnjëherë dhe kurrë.